Çdo të enjte në Novosel zhvillohet tregu tradicional I cili mbledh dhjetra tregtar dhe banor nga zona përreth. Enjtja e parë muaj tetor ka sjell një fluks të lartë tregtarësh, të cilët kishin ekspozuar produkte të ndryshme bujqësore, ushqimore dhe industriale, me shpresën për të realizuar shitje të mira në këtë fillim muaji. Megjithatë, realiteti nuk ka qenë aq optimist sa pritej. Shumë tregtar janë shprehur të zhgënjur nga mungesa e fuqisë blerëse, duke theksuar se ndonse kishin shumë vizitorë në treg, pak prej tyre kanë bërë blerje. Vallai që shikoni vetë, pa njeri, gjithë ditën sot asin gjë s'kemi bërë. Nuk ka djemë të rinj, kanë ikur të gjitha. Nuk ka pazar, s'ka djemë të rinj, gjithë pleq. Qa do bëj plaku, do marri nga mua tapetin? A se kene do të them, s'ka thot ku t'i qoj të mijat. Nuk nga vini? Ne vim nga Fieri këtu. Çdo të ejnëten jemi në pazarin e Urës. Po ka rënë prej vitesh ka rënë? Ka një 4-5 vjetë ka rënë fare, nuk ka pazar fare. Dalim të shkretën të 10.000 lek I do, 15.000 lek I do naftë, 10.000 lek I do punëtori, 5.000 lek pagojmë vendin. Dalim për të shqitur nuk shesim asgjë. Ja si shikon. Çmimet janë, ndryshimet janë të gjithë janë ndryshuar, sepse tani vajti domati sa duaç, vajti speca, vajti sharqiri, vajti pjepri, vajti çdo gjë më të shtrenjtë. Punë nuk ka. Sigurimet e erdhën, në datën 20 ai do 400.000 lek. Do ekonomisti, do ajo. Prandaj them. Po jo, pse na lën këta pa licencë burr. Punojnë tërë pa licencë. Po tërë tregu, 3 veta janë këtu që paguaj licencë. Ja, unë paguaj licencë, paguan nuse se unë niça pushim, jam punë. Po ndihmoj nuse sot. Nuse erdhi data 20 do 370.000 lek siguracionet. Këtu na abuzojnë tërë, janë pa licencë. Si shpjegohet rënja e punës? Po si shpjegohet se këtu abuzojnë të tërë. Prandaj bie puna. Se po punë ti janë 5 veta me licencë, kush janë 5 veta? Tu janë te. Ju nga vini? Na strumi nga Rrockavet. Në mesin e qytetarëve vëreshin edhe fermerë që thonë se janë të detyruar të kultivojnë vetë shumicën e produkteve ushqimore për shkak të çmimeve të papërballueshme në treg. Edhe konsumatorët shprehen për çmimet. Ne jemi fermer vetë, shu I bëjmë vetë. Jam fermer vetë, I prodhoj vetë edhe unë I prodhoj tëra për veten tim, për familjen time, patate, qep, domate, speca. Vetë për familjen. Kurse këtu vi marr për një misër, një qik misër për kam sa pula deti, sa pula qirake, ja, këtë pësonis vetë misër. Asë që tjetër. Nuk interesojnë fare për çmimet, se I prodhoj vetë. Jam pensionist, po I prodhoj vetë, punoj, I prodhoj vetë. Jam akoma në gjendje. E përzojsh. Vetëm kaq? Po kaq, asgjë tjetër. Qofshi mirë. Për I bret. Unë jam nga 3 vllazëri, po neve prodhoj, po edhe nuk ishte se s'mdot. Vajtën në shtëpi, rakia në shtëpi. Ju ka ngelur? Patjetër, nga çmimet e ulta. Speca keni bërë? Speca. Si janë çmimet? Po gati një lloj, jo edhe keq. Ju ku banoni? Vlorë. Erdhëm njerëm shumë për të parë këtej nga zona. Jetojnë në Vlorë, po vini këtu pësonisti një njerë? Vim do njerë. Pse, është më lirë këtu se në Vlorë? Pa, më lirë, detyrimisht më lirë është. Po sa të bërë rruga këtu? Që të bishtu? Po edhe në qikarit pasër, edhe kompensojnë ato. Po janë të shika fillorë, nuk e di. Ja, na 1.000 lek këto. Tregu I Novoselës mbetet një pikë e rëndësishme sociale dhe ekonomike për banorët e zonës për sfidat që lidhen me ekonominë familjare, inflacionin dhe kostot e jetesës po ndihen gjithnjë e më shumë. Ndërkohë që tregtarët përpiqen të ruajnë aktivitetin e tyre mes vështirësive, ata kërkojnë një ndërhyrje më të gjerë për stabilizimin e çmimeve dhe mbështetjen e buxhetit të tyre familjar.